E ja kështu, të nderuar miq edhe mikesha, jemi në zjarr televizion, fjala zjarr në një ambient me dru është edhe pak e sikletshme, por ne kemi marrë të gjitha masat dhe kemi siguruar televizionin, edhe flagat i bjerin neve nuk na gjen gjë. Unë me Kristiano Xhanarin këtu jemi prej shumë vitesh, jemi vitin e 7 punës këtu si televizion, shumë gjatë. Do të vazhdojmë me informacione me lajme nga vendi, rajoni, bota, planetet, nga gjithçka tjetër. Mbledhja e grupit parlamentar socialist, Rama, në fokus reforma në kadastër dhe ajo territoriale. Deri këtu thoni ju, pse e ke zgjedhur këtë? Ç'të duhet ty? Shtyju në punë kjo gjë. Pyetje me shumë vend. Konstatim shumë i saktë. Në fokus 83 mandate, çfarë do bëjnë këta? Ku do fokusohen? Reforma kadastër. 36 vjet quhet pluralizëm, quhet demokraci si duash ti. Mas 36 vjetësh në një vend kaq me 28.000 km2 diskutohet reforma në kadastër. Dhe ajo territoriale, mirë, kjo territoriale e marr vesh sepse lëviz Shqipëria, ca zona zbrazen, ca zbrazen më shumë, ca boshatisen, kështu që duhet bërë kjo reforma. Po reforma në kadastër, 36 vjet shqiptarët e shkret me dosje, në sqetull, me çanta. U thinjën, u kërrusën, është një film me Koço Devole ndjes pas, me atë milionerin e shkret që vdes duke ngrënë banane në rrugëve, sepse është reforma kadastër, sepse Shqipëria i ka cop regjistrat, janë të gjithë vllaj me vllajin, komshiu me komshiun, në gjyq, në varr për këtë reformë në kadastër. Më në fund 2026 po e vën në fokus Edi Rama. Po e vën në fokus. Gjaqe tjera ka filluar me paketë e maleve dhe do të shohim çuditëra. I keni parë ata që dalin protesta aty në Riol, keni parë këta të Durrësit, se nuk e njeri pronën në Shqipëri. Çfarë do bëjmë? S'kemi ç'i bëjmë. Kështu ndërtua, kështu u qep, kështu do griset ky vend. Kështu edhe u shpopulluar Shqipëria nga pronarët, që ne i quajmë ish pronar. Gjithë ata që kanë tapi ne i quajmë ish pronar. Kupton ku është ideja? Të lutem dalim lajm tjetër, mos e bëjmë kaq zi, kaq pesimist. Urdhë del Malaj prap. Rritja e çmimeve, Malaj, i cili nuk është aktori Petrit Malaj, kujtoj edhe një herë që los tek ai filmi kur hapen dyert e jetës, jo. Është Petrit Malaj që nuk ka lidhje shkakore me Petrit Malaj, aktorin e filmit. Nëse nevojitet do të mbështesim me paketa ndihmëse shtresat në nevojë. Pse e nxora këtë? Ose pëlqen fjala paketë. Gjithmonë kur rriten ose kur bëhen kështu ndihma, pensionistëve kaq një paket i shtohet. Dhe stres më në nevojë, nëse i referohemi fjalës nevojë, atë që themi bëra nevojën, më në nevojë se pensionistët nuk ka, me pensione që janë nën minimum jetik. Nën minimumin jetik. Dhe mendoj që do shkojë ministri dhe hedhë nga i paket. O shok, kur ka krizë, kur ka luftë, kur ka kështu, kjo çështje e paketave, mirë është. Po të kisha rënë bombë këtu, bëshim paketa, ose siç ndodh përmbytje rëndom në veri, bëni paket me vaj, sheqer, miell, oriz dhe açon. Problemi është që Shqipëria, siç e nisëm këtë emision që thoshte Edi Rama, ekonomia është ajo gjë. Ka nevojë për një ekonomi që mos varet nga paketat. Më nxorë këtë, bukur, mos ma luaj. Sepse hapen çik të gjithë, hapen full screen. Shikoni, jo më kodësh kjo shigjeta këtu, është botuar nga Edi Rama dhe shikoni, kufiri i Kosovës është pika, pra i papërcaktuar. Dhe kjo është një hartë e cila është, si thua, e Serbisë. Kjo me kufirin pika, ndërkohë që Kosova është shtet. Të paktën ne e njohim. E njohim shumë shtetet botës. Po derisa e njohim ne, nuk mund ta bëjmë me pika Kosovën. Edi Rama ka botuar me pika, kufirin e Kosovës dhe ka ngjallur një farë debatin në rrjet se sa vedhëm, pjesa tjetër bëjnë këtë stadium edhe janë në rregull me këtë gjë. Raporti BTI Shqipëria kryeson në rajon për transformim politik dhe qeverisës. Edhe kemi Serbi, Malizi, Bosnjë, Kosovë, Maqedoni e Veriut, nëse doni. Mendoni se çfarë
katastrofe duhet të jenë këto vendet e tjera, në qoftë se Shqipëria kryeson në rajon për transformimin politik. Domethënë, në Shqipëri është një kryeministër që pretendon që në mandatin e 5 ta ketë futur ai në Europë dhe të jetë ai kryeministër. Në Shqipëri ka një opozit, kryetari të cilës është një vit në arrest në burg shtëpi, tjetri është në burg, një parti tjetër të madhe. Kjo është gjendja e opozitës. Edhe normalisht pushtetit janë të kapura. Imagjino kryeson për transformimin politik, qoftë është procesi i transformimit, pra, nga një vend gjysmë demokratik në totalitar në pak kohë, po. Jam i sigurt se këto vendet e tjera kanë lëviz më ngadalë. Dhe për qeverisjen. Ç'është kjo botëria? Dini që mos është ajo që në vitin 86 Shqipërinë e shpalli në krye për bukën në Meksik? Mundet. Iqma. Rama nisim punën për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ristrukturim në Tiranë. Pse e nxora këtë, o vëllezër e motra? Sepse ndërkohë që ne, kur them ne, pjesa që nuk është e kënaqur fort me këtë regjim. Bën pjesë opozita e strukturuar, pra Partia Demokratike, Partia Lirisë, Partia Republikane, Arlind Qori, ky tjetër që ishte në shesh që la sheshin, Adriatik Lapaj, Agroshea, Lul Basha, pra të gjithë këta, përfshi dhe ne që jemi pjesë e këtyre, por që jemi të pakënaqur me qeverisjen e Edi Ramës, po merremi me opozitën. Do thonë, ja, bravo, ja, e shef, jo që po i bëjmë opozitës. Thotë opozita do heqim Ramën. Thotë opozita javën tjetër, kilometri fundit. Mas 2 javësh protesta më e madhe, ky do t'japi dorëheqjen. Ndërkohë që ne merremi me këto gjëra, shikoni këtu. Nisim punën për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Pra, Edi Rama dhe shumica parlamentare ka nisur punën një vit para për zgjedhjet që do të vinë 2027. Ne të tjerët merremi si do të jetë zgjedhjet Partisë Demokratike. Çi tha ky këtij? A do t'japi ky dorëheqjen? A, B, C, ndërkohë që opozita nuk i ka filluar, sepse shiko, për shembull u bë ajo situata në tetor, nëntor të vitit kaluar. Keni parasysh që ishin zgjedhje të pjesshme. Pra, do bëheshin zgjedhje në disa bashki, në Tiranë, në Vlorë e tjera. Burrel, Tepelen. Në Tiranë nuk u bën. Por çfarë ndodhi? Pikërisht në Tiranë doli një mendje ndritur, tha, pse nuk vëm, tha, një kandidat të pavarur, jo politik, po që ta mbështes politika. Edhe filluar gjetën. Edhe këtu, gjetën edhe vende tjera, dhe jo vetëm që s'bët fjalë që të fitonte ndonjë nga ata që u gjetë. Po pjesëmarrja ishte blos dhe fitoria e socialistëve ishte shumë blos për mesazhin që dha. Ndërkohë që këta po përgatiten, pra pushteti po përgatiten mirë fare për zgjedhjet e ardhshme, opozita po përgatitet për votimin e kryetarit Sali Berisha, i cili faktikisht ka fituar, dhe janë shpallur kryetari Berisha, por do bëhet një votim që në fund fare edhe demokratët ta ndjejnë që kanë votuar për, siç ka qenë kohën e Enverit xhanëm. Pra në kohën e Enver Hoxhës dilte populli i gëzuar që në 6 mëngjesit shkonte kutit e votimit, në 7 mbylleshin kutit, njëshin hapur, po nëse ti shkoj me vonesë, pastaj qende belaja në jetën tënde, raportohet që deri në orën 10 ka votuar 98% e popullsisë, pastaj dilte në darkë që kishte votuar 99.9 ose 99.8 e popullsisë, dhe kandidatët e Frontit Demokratik, jo të Partisë Punës, kishin marrë 99.99 ose 98% të votave. Jo, ky Berisha do të marri, të shohim se si do të shkojnë punët në Partitë Demokratike, por është zgjedhur praktikisht. Pash një status të Tritan Shehu, që thoshte rizgjedhja Berishës, thoshte 23 maj e tjera. Këtu jemi. Ec pak Kristiana, shkojmë tek gjëra më alegre, urdhoni. Berisha, ja, në vend që të thoj, ne kemi zgjedhur kandidatët tanë, po punon ky, thot, jo se bën keq, Skënder hita problematik dhe emëruar nga Balluku.
Këtu ne me mësojmë gjëra, me thënë drejtën. Çështja që nuk zgjidhim hallet, po gjëra mësojmë. Në këto kandidaturat që ishin vendosur, kam qenë një ditë një tavolinë shumë interesante të njerëzve të Ministrisë Brendshme që diskutonin, ore, po është filani, këte ka filan grup. Po filani këte ka filan grup. Dhe gjithë çështja nuk ishte kush është më i zoti, po cili grup është më i fuqishmi që do të zgjidhet tu. Po, sipas doktorit, që nga Dora Ballukut, kështu që mirë jemi. Se Dora Ballukut hoqi edhe atë ministrin e jashtme, për cilën Rama kohë më parë tha punoj vetëm 2 veta, Roja edhe ministria. Çfarë them? Si thot i madhi Vasil Naçi, nëse i bën ti punët, je i punësuar. Nëse ti drejton dhe punët e bëjnë tjerët, do thotë je lider. Më duket se i bënte Elisa të gjitha. Edhe në opera në Vjerë shkonte Elisa, edhe në takime, edhe këtë ofensivë diplomatike Elisa, kështu që çfarë them. Ma hiç po deshem, ma vazhdojnë çik se kemi gjëra tjera për të thënë. MEP-i, do thotë, me që përmendëm Elisën, Ministria e Punëve të Jashtme, shmang në udhëtime të domosdoshme në lindjen e mesme. Mua më vleti shumë, faktikisht se nuk do të shkojnë në lindjet mesme. Do thoni ju pse, do të shkoje. As kisham plan, as kam lek. Po lindjet mesme, kjo vlen për 2 kategori. 1, eskortat, 2, kriminalët, të cilët masivisht kanë shkuar në Dubai dhe në vendet e pasura dhe kanë kërkuar. Dhe Ministria e Jashtme ka bërë shumë mirë që i ka njoftuar. Nuk i dihet, ore mund të bëjmë dhe ne i krim nesër, po duhet të udhtojmë me kujdes se si dihet zë ndonjë raket. Kjo është ideja. Dhe faleminderit Ministrisë Punëve të Jashtme që na gjendet që bën njoftime të tilla, më në fund po punon, siç tha Edi Rama, nuk është vetëm më Roja dhe ministra, po ka dhe njerëz tjerë që t'i shmangim neve këto linjat mesme. Bukur. Kristiano, vazhdojmë në një gjë tjetër interesante. Papa Leone 14 kundërshton përdorimin e fesë për të justifikuar luftën. Pse mor Papa? Jo, më vjen keq që të rrim çik me flasim me Papën. Ç'na gjetën e shqiptarëve që kemi harmoni fetare. Kemi shumë fe dhe diskutojmë me njëri tjetrin. I lëm hallet tona, që është rritur çmimi, që s'ka punë, që ikin fëmijët tanë, nuk merremi, ne merremi kush janë qafira, ose kush janë të mirë, janë këtu në lindjet mesme. Apo, dhe merremi ne me këto gjëra sipas përgatësisë tonë. Dhe më kujtohet ajo e Vaso Pashës, ca thonë kam fe, ca thonë kam din. Njeni jam turk, tjetri latin. Dhe neve këtu, një fytyrë, një rac, një komb, zihemi për muhabet e feje. Tani, respekt për Papën që e ka thënë, ore, kundërshtoni fen për të justifikuar luftën, por ju lutem, lejeni fen më njanë, shifni hallet e Shqipërisë. Feja Zoti është lidhje direkt shpirtërore. Më falë që po me që me fe na zbërtheni luftën dhe gjeopolitikën, më të linë drejta dhe mua t'jem me këtë burrin e të them, ore, lejeni fen, shifni hallet e shtëpisë me Zotin, lutuni, adhuroni, por ai sa është. Pjesa tjetër është gjeopolitikë dhe janë interesa. Të lutem, Kristiano. Se dhe u lodhëm, urdhë. AIDSSH, do të thënë autoriteti i dosjeve. Platformë kërkimi online për persona të zhdukur në regjimin komunist. Ja arritëm dhe kësaj dite. 36 vjet pas regjimi komunist ka mbyllur qepenat, AIDSSH-ja ka bërë platformë online për personat e zhdukur nga regjimi komunist. Që do thotë, qofse një person është zhdukur nga regjimi komunist, nuk ka birë nëne që e gjenë më. Pse? Po nuk ka lënë territor të Shqipërisë Edi Rama pa bërë gropa për pallate, natyrisht. Të ishin gjetur kockat e këtyre. E po se janë gjetur, as mos kini shpresë. Më fani për cinizmin, por 36 vjet më vonë, janë thjesht lek të quara dëm, ose jo dëm, po të marra mirë, i shkojnë mirë në xhep atyre që kanë bërë platformën online. Sepse, mas 36 vjetësh o shok, një që ka qenë 24 vjeç
në 90-ën, sot është 60. Apo jo? Në qoftë se është 60, edhe mallin për babajnë e pushkatuar, a për dajën, a për hallën, i ka tretur në këto vite, dhe shpresat natyrisht i ka tretur bashkë me të. Dhe shumë mirë kjo platforma kërkimit, po është gërmo, më falni për termin, po nuk i ka varrosur komunizmi online njerëzit, i ka varrosur nëpër gropa. E në qoftë se ka varrosur nëpër gropa, nuk është online që gjithsesi bëni shumë mirë, se Shqipëria është prokurimet online, certifikatat online, takimet online. Se bën edhe këtë gjetjen online të personave të zhdukur, bravo, regjimi i ri. Ecim Kristiano, rastësia apo cikël, këtë e ka me kolegët e ATSH-s. 2026 përputhet plotësisht me kalendarin e 2014-s. Unë piva pse? Sepse bëra llogari, 14, 26, i thon 112 vjet distancë. Të bëra një llogari të thjesht, o vlla, 7 ditë ka java. Dhe nëse 1 janari i një viti i bie hën, dhe i viti tjetër i bie hën, pra jo pasardhës, se zakonisht shtyhet një ditë. Shtyhet dhe 2. Pra nëse është e hën 2014 dhe e hën 2026, pastaj gjithë viti shkon njësoj. Përveç rastit ku këta kolegët kishin bërë gafën tjetër, thonin është viti brisht. Shkurti sa kaloi, nuk ka shumë kohë, 28 ditë kishte. Yra pas 2014 28 ditë kishte. Dhe mendova, pse duhen 112 vjet që të përsëritet, të përputhet ky cikël. Kthehem dhe shoh 2015 ishte njëjti kalendar si ky. Eksakt. Pra 9 vjet më parë. Po të kthesh do gjesh 9 vjet më parë dhe 9 vjet më parë. Ç'ky lajm? Ku doli ky? Rastësia apo cikël? Pra 112 vjet. Mund dalë edhe me Nostradamusin, po t'i kthehesh. Por problemi është që ky lajm është ignorancë ose është padije. Do thoni ju, po janë sinonime. Bravo. O ignorancë o padije. Ose të dyja bashkë. Çdo pak vjet kalendari përputhet në mënyrë perfekte me njëri tjetrin. E kisha për kolegët që kur i bëni lajmet, mos ja fusni shefit se është gjunaf edhe ai. Dhuna ndaj kafshëve trondit Italinë. Shkoni tash njerëzillë ku ka arritur shoqëria sot. Pra i zgjidhen hallet për njerëzit, shohin ndonjë person për shembull të pamundur në rrugë, shqiptarët dhe bota e marrin në duar dhe e ndihmojnë. Masi kanë mbyllur këtë, janë këtu te kafshët dhe tronditet Italia. Kotelja Elektra humbi jetën pas abuzimit me një grup adoleshentësh. Po mirë, këta duan macën për shembull. Po unë që kam dhimbshuri për mi dhe zhapinjt. Kam 3 maca aty ku punoj unë, ta kapën një zhapik, po ta shive, zhapiku i porsalidur i vogël. E loste, e torturuan macet, edhe më vinte edhe mua më mos të lën këta, të trondisja Shqipërinë, unë bollu trondit Italia. Rob, keni ikë për lesh. Kjo bot ka ikë për lesh. Tronditet Italia pse ka humbur jetën macja pas abuzimit nga adoleshentë. Natyrisht që s'është mirë. Po shikoni se ka abuzim ndaj njerëzve. Dhe ka abuzim shtetëror ndaj njerëzve. Dhe ka abuzim sistemi ndaj njerëzve. Shikoni këtë gjë. Pastaj edhe kafshët janë gjuna. Se për shembull, a nuk është tronditse që ti të marrësh për shembull të djegësh morrat e shkretat pa fajshme. Dhe mbi të gjitha, jo vetëm morrat, po edhe thëriat që janë vezët e morrave, të palindura, ti djegësh me vajgur në kokën e një fëmije, është të mërshme, me që jemi këtë dhunë ndaj kafshëve. Kot, ke budalliku njerëzor, do më thënë që dita botërore e teatrit, shikoni tash, ishim ke mace që është tronditur bota. Dita botërore e teatrit, shtegu pranë kalasë prezës me emrin e aktores Tinka Kurti. Hapet çik lutem se dua të shoh Tinka Kurti këtu. Urdhë, ka qenë ditëlindja e Tinkës, është 94 vjeç. Shikoni, mezi mbahet. Dhe e kanë marrë dhe kanë nderuar Tinkën, këtu tek shtegu. Pra, një shtegu i kanë vënë emrin Tinka Kurti. Tinka 94 vjeç. Po ku jeton Tinka, e dini?
në një shtëpi të moshuarish. Pra, në ditën botërore të teatrit, aq që sa i ka mbetur Tingës për shkak do kishte qenë një veprim shumë bujar, sikur ta kishin vendosur në një vil, bashkë me 2 shërbys, që Tinga buzdetit, që Tinga t'i kalonte jetën që ka mbetur ta kalonte si zoj, si princesh. Po kush do harxhoj lek? Ti vësh emrin një shtegu, s'kushton fare. Dhe hipokrizia ashtu në ditën botërore të teatrit kanë marrë Tingën, zvarr 94 vjeç me zi este shkëta, kanë gjitur ka lat prezë, kanë thënë, ja, kjo ka emrin tënd. As hahet, as vishet. Kjo është e pjesa që bota të merrohet, llatarisët nga një mace e cila është masakruar nga adoleshentët, ndërkohë që nga një aktore 94 vjeç që ka patur një fatkeqësi të tmerrshme, ka përjetuar keq, ka ndruar jetë i biri paracakohësh në Kanada, dhe ajo prandaj është vetëm dhe kanë çuar në shtëpi të moshuarish. Mirë, deri këtu mirë është. Por në ditët e teatrit, shpërblimi që i ka bërë shoqëria e saj, ka vënë emrin një rruge. Dhe kanë marrë dhe Tingën, dhe kanë thënë, urdhë, ja ku i ke. Këtë ka bërë shoqëria për ty. Ec, ky është teatr. Kuptoni? Edhe me që jemi tek kjo, shkencëtarët britanik qenë të bën miqt më të mirë të njeriut 15.000 vjet më parë. Interesant kjo gjë. Qeni miku më i mirë njeriut. Në fakt, para se të vi kjo epoka idiote ku jetojmë ne, qeni ka qenë shërbëtori njeriut. Pra, ruante kopet, ruante shtëpin, erdhi puna, dhe njeriu, mikun më të mirë kishte njeriun, me thënë drejtën. Erdhi puna që njeriu për njeriu u bë kafsh. Dhe prandaj, qend sot konsiderohen miqt më të mirë. Edhe kavjet, edhe gjarprinjt, edhe zhapinjt, çfarë mbajnë njerëzit nëpër shtëpi? Breshkat, keni parë një burr që qandet në një spektakël nga breshkat? Sa i mbajnë nëpër shtëpi? I mban kryeministri. Thonë që ka breshka. Jo thonë, po e kemi parë diku, nuk e di ja kam apo ka ndruar jetë breshkat se gjatë me Edi Rama vështirë tash ty, megjithatë janë kafsh. Edhe po thoya qeni u bë miku më i mirë i njeriu, jo, 15.000 vjet më parë qeni mund të ketë qenë me njeriu, po në shërbim njeriu. Dhe njeriu e lidhte në robor, e lindte në baçe. Shkonte me bakti dhe me gjën e gjallë, me qenin për ta ruajtur. Por jo është shpirti i mamit, e blende kputuce papuçe qenit. Kaq për këtë edicion. Ec pak, lutem. Kemi më? Ja. Hapësirë. Programi Artemisi NASA synon rikthimin në hënë dhe hapjen e rrugës drejt Marsit. Po, gati 60 vjet më parë, pra në 69-ën, njeriu shkoi në hënë. Thonë që shkoi, se ka dhe teori konspirative që nuk ka shkuar, po është bërë film, ka bërë Spielbergu. Po themi shkoj. Edhe erdhi nga hëna. Domethënë 57 vjet më parë. Deri këtu jemi në rregull. Nuk gjeti gjë në hënë. Pluhur, dhe, gur, pasi që tjetër, interesante, nuk kthye. Tani, njeriu thot, synon rikthimin në hënë dhe hapjen rrugës drejt Marsit. Bukur duket, si ëndër. Problemi është kur shkenca dhe politika do t'i hapin rrugës kthimit në tokë, se gjithë to janë para. E nëse kthehet jo në Mars, në hënë Jupiter, po kthehet në tokë ai investim, shumë vende do ishin shumë shkret tjera xhanëm, do ishin kthyer në tokë pjellore, dhe shumë njerëz nuk do të vdisnin as ka luftrat, as ka mungesa bukës, as energjisë. Problemi është, apo janë politik, thot Kristiano. Apo Kristiano, kemi më apo e mbyllim këtu? Si thua? E mbyllim, thot Kristiano. Edhe Kristiano është shumë interesuar për hënën, bile do të blej tokë në hënë. Dhe unë këtë nuk e kuptova. To shumë do të blej tokë në hënë sa është metri katror. I thashore, s'ka tokë në hënë. S'ka tokë në Mars. Në Mars ka Mars, do blej Mars në Mars, ose hënë në hënë. Jo do të blej tokë sa është metri tokës në hënë. Dhe kjo është një problem që duhet zgjidhur. Dhe do ta zgjidhim në darkë mbas emisionit me Kristianon. Unë ju uroj një
natë të qetë, të këndshme, ka ndruar ora, ta festojmë edhe këtë, se edhe kjo një ngjarje e madhe është. Edhe miru ta kofshim në qoftë kismet. Natën.